Të ftuarën e radhës e kemi paralajmëruar nga mbrëm, ajo absolutisht është vajza më virale në rrjetet sociale prej shumë kohësh, ka mjaftuar një paraqitje pikërisht këtu në kanape për të marrë vëmendjen e të gjithëve. Por sot Benitën do ta kemi në një rrëfim krejt ndryshe, do të kuptojmë shumë e shumë për të dhe i dëshirojmë më një herë mirëseardhje. Mirëseardhje Benitë. Faleminderit për ftesën. Mirë se vjen. Kënaqësi. Me disponim mirë. Mirë, super. Kolona sa dush. Kolona sot Prishtina full. Por në kohë. Benita, unë thash që je absolutisht vajza më virale, të ka mjaftuar një paraqitje në kanape, por ajo që na ka lënë përshtypje është zakonisht, pas këtyre paraqitjeve, sidomos kur njerëzit bëhen viral, i shem pas shumë shpesh, shoh në intervista, në paraqitje të tjera, ti bëre një gjë shumë interesante, një hap brapa dhe më nuk pate. Ka mjaftuar edhe në intervistë tjetër, në fakt e ke pas, po u largove nga mediat, nuk pate paraqitje, do të thotë u pas si një diçka e menduar shumë mirë nga ana jote. Po, nuk e di, nuk e pa isha më të arsyeshme me dalë intervista tjera edhe pse kum pas ftesa, nuk u ndal ke telefoni, po vendosa me lanë me qatë intervist, mandej e kum pas edhe një paraqitje tjetër, edhe lash pauzë deri te jo. Tani, e vlerësojmë shumë. Ja, kjo është paraqitja jote që... Çka kujton nga kanape? Hajde me që jemi edhe kemi foton këtu në ekran. Nuk e di, në atë intervistë jom di shumë e shlirume, edhe jom shprej krejt që jom di one, edhe nuk jom pishmon për sanë. Për çdo fjalë që më thonë, jam shumë e lumtur, po për ndryshe ka shku viral, mo. Po, është komentu shumë. Si e pritet të të dheme dhe si ishe përballë gjitha komenteve dhe asoj buje së madhe që bani kjo intervist. A ka pas diçka që ka shqetësua, po e ke marrë me shumë sportivitet gjithçka? Me tregu drejtën që bëhet kaq virale nuk e komentu, po komente ka pas nga më të ndryshmet, po nuk është që i ku marra afër zamrës. Që kom cek edhe të shpentin kanape që nuk është që mirë na shumë e komente, edhe nuk është që i kum pas shumë parasysh. Për derisa njohim familjem çfarë person jam, unë e njoh veten edhe se kum pas problem. Ose kryesisht komentet janë kohë për shifra, ndoshta ka pas kritika pse blihen gjëra kaq shumë shtrejta ose diçka e tillë ty nuk ka bë përshtypje. Jo. Nuk është që më ka bë përshtypje, për derisa i kum bë vetë, që kum cek edhe në një kanape, nuk është që më bëjnë përshtypje. Sot nuk e more çantën me vete, a? Jo, sot e kum lanë prapa skenë. A është e sigurt? Do sigurt ta. Që çanta edhe këtu në fotografi. Një ndër, lutem ma mirë. Ju i kuptoni më mirë këto. Po e ngasmoj pak Benitën me që ka marrë shumë vëmendje, do të thotë një çantë jotja ka marrë vëmendje më shumë se ndonjë intervistë dikujt, të drejtën. Benita, e thash që do t'jetë një rrëfim ndryshe, do të kuptojmë pak më shumë për ty, për atë që je edhe si person, edhe pse në kanape ke folur mjaftueshëm, po gjithsesi, cilat janë disa karakteristika që ty të veçojnë, edhe që ty të bojnë me undi krenare me veten? Si karakter jam shumë tip pak e rënd, po mu i me thonë që jam rrit me një familje ku prej e vogël më kam përkra edhe jam pak elastume, po karakter të fort mu i me thonë që e kam shumë vetëbesimin. E kam në nivel edhe besoj shumë të vetja. E kur tu e rënd, çka nën kupton? Karakteri rënd. Nuk është që ju jep shumë hapësirë njerëzve, ndoshta edhe me pas komunikim me mu, jo që diçka, po arsyet e mia. Pra jem e rezervuar, ka shumë njerëz derisa e fiton atë besimin nga ta. Edhe ndaj tyre natyrisht. Kur të kam atë besimin dhe ta, jam shumë e dashme si persone. Ndërkohë, në këtë vetbesimin tënda, që pa diskutim është i rëndësishëm për secilin, çka ka ndikuar që ti me pas një vetbesim shumë theksuar dhe shumë të lartë vetja? Mu me thonë familja, shqetësika prej e vogël, jam rrit me atë vetbesimin tam, kanë rrit me krejt të mirat, edhe s'kom se mos me pas vetbesim, krejt të mirat mo. Ka e kejmë pak në shako. Po, tënë të mirat. Ka po asë nëjë moment që ndoshta jeta nuk ka qenë e drejt me ty, apo gjatë gjithë kohës ka qenë kështu teme pozitive, ke pas gjërat mira, përkraje nga familja, dashuri? Po, nuk e di, nuk më me cek nëjë moment vështirë, ndoshta që jam edhe pak e rinë mosh, edhe nuk është që kum pas ndonjë sfidë, faleminderit Zotit, deri tash jo. Diçka që ta ka ndru komplet perspektivën, qofte edhe nëjë marrëdhënie në shoqëri, diçka do një hap të rëndësishëm që e ke marrë jetë që ndërshta të kanë... Nuk e di, s'moj me thonë që kum pas nëjë sanë. Shoqni po, kum pas nëjë dëshpërem, po nuk po du shumë ndalë në këtë pjesë. Në rregull,
Natyrisht nga deklarata që ti i ke bërë, mbase mund të krijohet edhe një lloj përshtypje Benita, ti vetë i ke lexuar komentet, po nuk është gjithçka, le të themi, materiale që njerëzit i bën të lumtur. Ty si një vajzë e re, çka të bën të lumtur? Çka bën që ti t'jesh e lumtur? Që besoj je e lumtur. Se po vresh, po rrezat ton, edhe sot. Për mu, gjërat materiale, luksi nuk është që ma përcaktojnë lumturinë, por kundrazi mu ndër të parat është me pas shëndetin, familjen mirë, edhe kur i kam njerëzit që i do afër vetës, për mu është lumturi. Më tha, lumturi ma të madhe nuk ka. Për te i luksi që nuk është që ma përcaktojnë se njerëzit i kanë keq kuptu pak sendet. Po, Benita, të pjesa e luksit, pikërisht po ndalemi pak këtu sepse vajzat e reja, por edhe djemtas, po fatkeqësisht vajzat janë më shumë të atakuara në momentin kur flasin për jetën luksoze. Ti e cek edhe, domethënë që i ke pasur gjithmonë kushtet edhe vazhdon ti kesh. Sa mendon që vajzat edhe sa të pengon që po atakohen vajzat kaq shumë në momentin kur flitet për pjesën materiale, sepse njerëzit mbasi ndonjëherë po harrojnë që pikërisht njëri edhe njëri mund të ketë edhe kushtet ekonomike që i ka sot kushtet që blen çka do, në flet edhe për shifra të larta siç edhe ke folur ti. Me këshirë halal nuk është që edhe kam faj, se po shohin që ka mos në për jetës sociale, po mu mi u thonë që mos lakmani, se nëse promovohet një kërë luksozë, ose një shpi luksozë, ose një veshje, nuk do me thonë që është e vetja, thjesht është një promovim fake, kështu që mos lakmani, thjesht punoni për qëta që e doni, edhe keni me arri. Sone besojni me një shpreje që Zotin nuk ju haron, nëse vetë se punoni për atë gjatë që dëshiron. Thjesht mos lakmani. A bën ti promovim fake? Unë promovim fake nuk baj. Nuk është në ato gjërat e mija, kështu që ki që ka promovoj, janë sandet e mija. Po ka edhe që marrë me reklam, edhe ma ndej normal e këthej, do me thonë këtu janë sandet që më vajzat i dina si influencere, që ata po thëmë që mos besani. Se nëse e kum veshën këtë veshje sot, nuk do me thonë që është e jamja, e ku marrë me reklam, edhe e këthej, kështu që mos... Po mirë, Benita, si ti bindim në këtë pikë, po e thua vetë ti, pra, si ti bindim në këtë pikë gjeneratet e reja, do të thotë që ky mesazh që ti po e jep, që nuk është kështu që gjithçka paraqitet në rrjetet sociale. Se besoj edhe të shkruajnë shumë, besoj që mersh mesazhe, komente, gjëra të tilla. Qysh më arrit na mi bind këta të rinj që jo gjithçka që shohin në rrjetet sociale, pra është e vërtetë. S'po di, është pak problem, që cika që është nuk edhe s'kam faj, po ata do të mu vedisu vetë. Na s'kemi që mi u bëha, do të vetë me kuptu. Do më përballë me disa sprova me kuptu që jo gjithçka është e lehtë. Thjesht do të me punu. Po në anën tjetër, si mesazh edhe që do të punojnë për gjëra që i dëshirojnë. Dhe ne pushojmë që nëse ti ki dëshirë ta blesh një çantë ose të kesh diçka që ka vlerë monetare më të madhe dhe ti arrin. A është vështirë në Kosovë me arrit këtë, Benita? A ka mundësi mjaftueshëm? Unë e thëmë nuk është tjirë për asgjë. Në momentin që e donë diçka, do të me realizu. Edhe unë jetoj me qitë frazë që kur e du diçka ose e boj, ose e lo krejt, kështu që nuk është vështirë. Ose vetë se punon që shdohet, nuk është vështirë. Qka shë prej punve që i ke bo deri tash që është ma fitim prurse? Se e dim që ki edhe kompani me cilat bashkëpunon, e bën edhe punën e influencerës, po qka ke vrejti që ndoshta të ka sjellë përfitim ma shumë edhe kështë preferu edhe të vajzat të tjera? Te muzika nuk është që kom pas shumë përfitim, shkaku se kom punu me pauza, jam halo në pauz, edhe nuk me thonë që më ka sjellë ndonjë përfitim, po përfitime prej brendeve të ndryshme që bashkëpunoj, normal kom përfitime, pagona mirë, edhe i blej senet vetë. Gjërat e mia. Po, e përmende familjen, cili është mesazhi dhe qëndrimi i familjes në bashkë ose mesazhi më saktësisht që gjithmonë e ke marrë sa i përket kësaj çështjes financiare dhe materiale për cilën flitet sot shumë. Çfarë ka mësuar ty familja? Familja thjesht ma thot një fjalë që mos u merr me komente. Thjesht e din çfarë vajze je, i din vlerat e tua, thjesht komentet kanë me kanë komente. Komentet vijnë prej njerëzve prej këtë kategorive të ndryshme. Do me thonë se cili e ka një telefon edhe komenton, kështu që nuk kip se mu prek, e një vetën edhe të citë vazhdojnë. Në fillim, ke pas faza që ndoshta kanë pengu këto komentet? Jo.
Jo, asnjë, do të thonë gjithmonë ke qenë Gjithmonë ka kështu. karakteri fort edhe nuk Po. ka që më kam pengu. Përkundrazi thësha me veten, veç le të flasim, pse jo, sa më shumë që bërë flis na i S'ka kam punë pa marketing mirë, keq, a? nuk ka marketing të keq. E ndërkohë Benit, atë pengon fakti për shembull që shumë edhe bashkëmoshatar flasin për shifra në për emisione, për shembull, jo vetëm në emisione, po edhe në paraqitje live, për shembull në TikTok e gjëra të tilla, se gjithmonë pi referohen emisione, por ata hyn, nëse jo në emisione hyn live në TikTok, hyn live në Instagram e gjëra të tilla. Tregojnë Atë sa pengon fitojnë. që flasin hapur me shifra konkretisht të rit. Sa shpenzojnë brenda ditës, sa ja ku marrni iPhone 17 e kështu me radhë, gjëra të tilla. Ndoshta pak po, se është edhe të vetja, ndoshta pak të qajo pjesë kom gabu që kom fol, jo për diçka, po thjesht nuk du me demotivu rinin, shkaku se më shemu të fol, edhe ai ka që demotivohen. Kështu që në këtë aspekt tash jam pak kondër. Nuk e shoh shumë Po, mendoj me që duhet të folje. ketë shumë me kujdes kur Po, të duhet flasim me pas për kujdes. shifra. Se gjithmonë, duke ju referu kësaj interviste dhe viralitetit që erdhi më pas, çka të ka mësu? Domethënë kjo lloj fame që e morën nga kjo paraqitje dhe në këtë periudhë kohore, çka ke mësuar ti? Thjesht ku mësu që sa ma shumë do të me kanë vetvetja. Nuk është që s'jam kanë, po do të me kanë gjithë vetvetja. Kaq. A je gatshme për tutje? Shumë e gatshme. Shumë e gatshme, Surpriza të reja. Po, do të diskutojmë çfarë do që mund të flasim. Ajo çka duam të dim, natyrisht, është Benita pak jashta ekranit dhe jashta TikTokut e Instagramit. Me çka merret, ndonjë aktivitet, a lexon, a ka një film të preferuar, a ka një serial të preferuar, a ka një këngëtar, një këngëtare. Domethënë në këtë pjesë kush është Benita? Benita jashtë kamerave një vajzë shumë e thjeshtë. Mirët sidomos edhe me aktivitetet për të drejtat e kafshëve. Ja ku e ke edhe Aty dhe njihemi. një zë të fuqishëm që Po. besoj do të flisni edhe për këtë. Merem qëtësi ka influencere, foto boj, jam shumë e ngarkume, edhe merem edhe me biznesin familjar që i kemi, e ke qështu, tu mundu ka pak. Po, në fakt e kom vlerësu dhe të Benita, se duke pas parasysh famën që e ka në Instagram dhe influencën tek të rinj, shpesh ka qenë prezente edhe në protesta, edhe kemi pa të ushqy edhe kafshët e rrugës, kështu që kjo ka tregu një anë tjetër Benitës, që është ma humane, edhe nuk e ka atjetën veç luks qysh shfaqet shumë shpesh edhe në media. Po, kur vjen temat e kafsht, jam shumë e ndishme, edhe prej e vogël e kum pas atë dashnin ndaj qenve, nuk muj me ju rezistu. Momentin që është një qenë rrugës, nuk muj pa undal, me i ble diqka, edhe me ushqy. Jam shumë e kujdesshme në këto aspekte. Po, kjo të regën edhe sa humane je, natyrisht, që është për të vlerësuar. Po çka tjetër të pëlqen me bë, që ndoshta nuk e shfaq në rrjetet sociale? E kam aktivitet notin, që nuk është që e promovoj shumë e shfaqi, po zakonisht shkoj e kam si aktivitet që nëse nuk isha kanë influencere ose këngëtari, isha kanë notare. Se e kum nalë këtë rrugtim si në gjyst, po më ka shku shumë mirë edhe po erdhi moment që e lash mandej. Për momentin nuk merresh më not. Nuk e di, fitnessi, këto që janë shumë trendi, a merresh me fitness? Po, për momentin pak e kum lënë ana, shkoj ku i obligimeve që s'po kam kohë, po do të më anis. Do të më anis. A shikon filma, a dëgjon muzikë, a lexon? Me lexu, kom lexu faktikisht, i kom pas disa romane, po për momentin jo, se s'po më dalë koha këtë ditën e ngarkume, veç edhe natën mendes po pras më shku me fjetë. Kështu që as filma, kuve të fundit, veç me punë. Me punë. Ani, na tregon një ditë kështu të zakonshme, qysh e ki prej që qosh mëngjes edhe çka bën? Sepse kuve të fundit me këpëri, ma mirë veç po thojnë punë, takime. Diçka u bë shumë dinamike. Normal. Unë si që una, i kry procedurat e mëngjesit, dalë me qanin të mbellën që e kom si loj terapie, mëngjesin e kaloj me qenushën tam, ja kry krejt procedurat, mandej shqetësi ka shkit e biznesi i babit, që e kemi familjar, i kry edhe aty disa gjërat vogla, vazhdoj me pjesën tam të fotove, editimet, E kështu me rada, deri në rramje. Deri në rramje. Benita është në lidhje apo është single? Nuk e di. Jo, Benita është super single, jam të munu në karjerën tam, imazhin tam,
jam shumë rehat për momentin, po si tijet ndoshta princi u nis, po më do ku të nis pa kali. Moti pak I pa për shtatë shumë më duket. Duhet pa tjetër me kali me qena? Princi, se di. Qka do me thonë super single? Se ke mund me thonë edhe vesh single? Super single. Super single, nuk ka një person, dashur një person që për momentin është në fokusin tënd? Për momentin jo. Jam të e pritë duhurin. Në pritje, a? Në pritje. Ju të regoj herën tjetër. Cili si duhet me qenë ky princ? Shta kem parasysh, a me që je drejt për drejt edhe po flasë për këtë princën? Nuk e di, thjesht me koha vetvetja edhe me pas dashni reale. Se në ditë sotit është tua pak probleme, t'ja dikush dashni reale. Pse? Nuk e di, u ba jeta shumë interes. Do me thonë, nuk jam dakord hiq të kjo pjesa e dashnis që edhe të dashnia ka hi interese. Kështë që u bëha probleme I besu dikojt, po besoj që te une ka më arë personi I duhur. Pa tjetër. Pse mendon që, ose sa mendon që pikërisht kjo që folim në deri tash, rrjetet sociale, që edhe dashnia, në të cilën sa përshojmë ti beson në dashnia, po jo? Po. Shumë mirë. Sa mendon që kjo ka ndiku në këtë që edhe tek dashnia t'jen këto interesat edhe materiale për cilat ne folëm më herët? Po ndikon, se mos tash ndikon fama, lidhet me ty veç se ki fam, edhe ti nuk e din, shambull ti hin lidhje dhe dashurohesh, ma ndej mas një kohë dhe bjam fama ose diçka dhe ta bëmbaj, kështu që qëto sane janë. Normali dhe gjërat materiale, ma ndej, sidomos këtu mos. Më besoj që ti ke plane, që ndërlidhen shumë edhe me këtë që bën tani, po mbas edhe kri planet e tjera. Sa është I rëndësishëm statusi për personin me cilin ti do doje ta qoje jetën përpara dhe t'ishe dashuruar, le ta themi. Sa ka rëndësi statusi tim? Po ka rëndësi, normal që ka rëndësi, po nuk ka lidhje për mu, qysho edhe nëse është ftyrë publike, edhe nëse nuk ka, unë e pranoj, unë jam femën supertuse, edhe supertoj deri në momentin e fundit. E bëj ftyrë publike, thuj. Edhe e bëj ftyrë publike, mjaftë një histori. Edhe jeme iden që edhe bashkë mund t'i krijoni gjërat. Po, nuk e kam problem. Për kundrazi, unë thom që edhe nëse jenë lidhje është edhe ma mirë, se ndryshe shohin dy sy, ndryshe katër, e kini përkraje, po e presim. Cili është një mesazh që më së shpeshti e merr nga djemt që mbase ty të bën me kriju edhe një përshtypje që ndonjëherë mund të jetë e gabuar, ose jo gjithë njerëzit janë të njëjtë. Pra cila është ajo qasja e meshkujve karshi një vajzë të bukur, një vajzë që natyrisht ka një lloj fame në këtë treg që jemi ne, që ka edhe kushtet e mira materiale. A kanë frikë meshkujt në të qas apo jo? Valla jo mu, jo. Nuk ka mush Instagrami. Nuk po ka të ndalën. Frikë s'muj me thonë që kanë, po nuk nalën. Thjesht vazhdimisht shënojnë, vazhdimisht nuk nalën. Qka të shkrujnë me nitë, se vazhdimisht në shpobon me du, shkruj. Apo do në të hapi. Lexon do një mesazh me iniciale, pa jamna. Balajs, për momentin s'po më kujtohet, po ka të ndryshme. Pa të përqen qastja që e kanë përgjësi me shkuj ndaj femnave, apo mendon që kanë dru pak ai romanticiteti që e kanë pas në qastja? Zakonisht e kanë qastjen pak ma trond, pak ma banale, më I me thonë. Janë më vulgar në shkrim. Ma vulgar, po qa me ba? Silja atyre, edukata atyre. Po kështu, sa I përket takimeve, a janë më romantik djemt kundrejt vajzave? Po më intereson, natyrisht, a janë kujdeshëm me qunë një dejt, apo tash gjithë shka është bëj interes, edhe nuk mundohen shumë sa janë mundu ma heret. Nuk për këtë pytje s'po di që me t'u përgjisë, me tregu drejtën dejt s'kum pas moti. Që sa s'ke pas dejt Benita? Që një kohë, kështu që nuk po di që me thonë për këtë pjesë. Si pas ke jep mundësi që një kohë gjatë? Jo. Pak e pabesueshme, jo në kuptimin që ti, po mënej që s'ke pas date, po është shumë interesant se si vajzat që janë bukura, natyrisht, edhe që e kanë këtë lloj famen që e kete, pra duket që karshi meshkujve kanë më shumë rezerva, mbase kjo që po thuti që e kanë këtë frikën që e kanë interesin e vet, a? Pak po. Edhe nuk kam qaf shumë ju besu njerëzve. Këtë sanë nuk e du të vetja. Kom qaf pak me largu si ves, se momentin që... Se po të që ju ke besu më heret, më shumë njerëzve, në përgjithësi. Po, edhe nuk e që edhe si ju besoj, po në momentin që japna shumë, japi shumë dashni, edhe s'muj me ndalë vetën,
edhe nuk kam qaf me u lëndu. Se jam pak person ndishëm edhe po mendoj me erujt vetën këtë aspekt. Shumë e mirë ko ke për shoqe. Benit, qëfar plane e ki? Qysh mendon me vazhdu tutje edhe në kuptimin e mirë të fjales me shfrytzu këtë vëmendje të madhe që e ke për momentin? Plane kom të shumëta, sidomos ende si kom realizu, i kom disa plane me disa brende që janë botërore, jemi ende në bisedime e sipër, normal edhe me muzik, kom pas këtë verë me startu, po i kom pas disa gjëra që më dalën, diçka private, edhe nuk mujta, po verën arshme besoj që edhe me muzik. Pra muzikës ke plan t'i kthesh fuqishëm, le të themi, me qenë shumë aktive, a? Po. Edhe si mendon, si sa në ato parashikimet e tua, dhe duke e njohë tregun dhe duke e pa, sa mendon që do ta kesh hapësirën e mjaftueshme në tregun tonë muzikal? Po besoj që ku me ba një farë buje, me një intervjist bëna buje, le me muzik. Me deputim direkt. Përgjigje e diplomatike. Kush të pëlqen në skenën tonë? Ka dëgjon kështu një favorit nëse e ke një emër? Muj me thonë Dafinen. Dafinen më prej e vogël e kum dëgju, edhe muj me thonë që është diva e estradës. Ke mujtë më shëtëzu mirë që të hapësirë sa është në pushim Dafina. Me të shumë aktive. Se cila e kena të veçantin tonë, kështu që... Absolutisht, me shaka këtëm. Fole për djemë, po se kisha ndërme ndërrisat pyti, ajda, me të pyt pak edhe për vajzat. Benit, a ndihesh e përkrahur nga vajzat në përgjithësi? Nuk e di 50-50, më i me thonë. Ka që të përkrajnë, ka që së përkrajnë, ka që s'jam feministe, po shumit sa më i me thonë që s'jam feministe. Ti është paraqitën që jam feministe, po për kundrazi nuk janë. A e ke marrë një mesazh që mund të ndoja, një mesazh përkras nga një vajzë në gjithë këtë vrullin e komenteve që e ke pasur në rrjetet sociale që të ka shkruar? A ka pas një mesazh mbështetës nga një vajzë që ty të ka bënë undi mirë? Ftyrë publike po mendon? Jo, edhe jo ftyrë publike. Po ka pas. Ka pas referate që më kanë supportu, po ka pas edhe prej aty në referateve që jo në shfry me kejtë kuptimin e fjales. Dhe ti në këtë pikë, më shumë dihesh e gjykuar dhe para gjykuar nga vajzat apo nga djemët? Jo, nga vajzat. Me thonë që nga vajzat. Nga vajzat. Po. Se djemët jo. E pse atëherë Benit vjen nga vajzat? Gjelozia, gjelozia, krejt, kërë shojnë këtë femën. Po pse duhet me gjelozu? Për shembull, derisa të erdhe e diskutu me Ajda, ne edhe pjesën e Kafshë, për shembull, edhe diskutum shumë bukur po duket. Ajda vetë tha, kështu që po jo të gjitha janë. Nuk e di, unë sinqerisht po flas. Jom shumë feministe. Unë edhe kur të shoh një femën të bukur ose që u vesh bukur, unë japi komplimente, edhe me kanë rrugës ose ku do në kafe, jam person që i japi kompliment se jam feministe edhe nuk kam xhelozi. Unë mendoj që femna që nuk kanë vetbesim, nuk janë feministe. Nuk kanë vetbesim, nuk e dojnë vetën edhe i paragjykojnë tjerat. Do thotë, mendojnë që femnat në Kosovë, një pjesë e vajzave më stejme krejt, nuk janë gatshme me i pranu vajzat ashtu si që dojnë. Nëse ti ke vendos me u paraqit kështu, nëse ti ke vendos me u vesh më shtrajt ose me bo një punë, nuk të përkrahen, janë paragjykuesa. Po, janë se përderisa nuk mujnë edhe vetë me i ba, tash po foli sinqerisht, këtë kanë qef me i ba forma trupore, ose me ba ndonjë ndërhyrje në ftyrë, se jemi vajza, edhe më nuk janë tabu këto, sa ndë me i ba bust pak, ose qka po di, këto ndërhyrjet e vukla estetike, edhe nuk mujnë me i realizu vetë, edhe ma ndë i paragjykojnë. Po, kur thu nuk arin me i bo vetë, ke pas edhe ti paragjykime se nuk po i bën vetë, sepse ka shumë shpesh që vajzave edhe i dërgojnë komentet të tilla, qoftë gjinja mashkullore, por edhe vajza tjera. Zakonisht si këtë komentet mos, si ke bo vetë, i ka bo dikosh, e të jë, po unë e di që i bëj vetë edhe nuk e kam problem këtë pjesë. Kjo është e rëndësishme, sepse e dim vetë edhe pastaj nuk brengosësh se çka shkruajnë. Po edhe si që tregove natyrisht është edhe ndikimi i familjes edhe në këtë pikë që është shumë i rëndësishëm të mbështesin vajzat e djemë të ri, pavarësisht komenteve që marrin. Benita, përveç që u përfol shumë natyrisht, asa dëshiron të flasësh, kjo fama dhe kjo deklarata jote përdhëmbët edhe shume në 14 njerëve shkoj, për te natyrisht pat edhe një... 18.000 euro. 18.000, ja? Okej. 18.000 euro. Mund një vëmendje natyrisht edhe në emisionet e tjera, edhe me karakter humori shembull, si ishte edhe një prej tyre. Ka pengu kja apo jo?
Kur e kum pa në fillim, po e ceki prap, mu ka duk humor, edhe kom kesh edhe për veti kur i kum pa promët e shkurta, po ma ndej kur ma dërgojshin komplet emisionin, edhe kur hina me shiku, thash, hajt po hi, po e këqyre, qatë shumë e kishin banalizu si tem, sa që nuk mu dok, veç humor nuk mu dok, edhe nuk jam e vetmja, ka pas edhe disa reagime tjera, ma ndej mas episodit tem, po, kështu që nuk mu ka duk humor. Pra, fillimisht e ke barë me sportivitet, më pas këto komentet edhe... Se ta më puna, unë i kuptoj këto emisionet... Po, natyrisht, është emision me një karakter të tillë, po. Po, nuk mu ka duk diçka interesant, se ti shkone kisha pranu, s'kish pas problem. Po thjesht e kam banalizu temën që më kanë transformu komplet. Ku ka ndodha i banaliteti? Çka të ka pengu, konkretisht nëse ka një detaj? Po, publiku mundet me i pa vetë. Pak pjesën e Dubajt, pak... Kështu që e ka ndryshu kompletat temën. Që u bo dhe monoton kjo tema. U bo shumë monotone, definitivist. Përveç emisioneve, jam i bindur që ti ke marrë shumë ftesa edhe prej reality show të ndryshëm, edhe në meqemi në këtë vlugun e këtyre reality show tash, ka shumë pyetje, ka shumë aludime, po në gjithësi do të pyet shumë direkt. A do të ta shohim Benitën në Big Brother apo jo? Nuk e di. Nuk e di, nuk e që e shoh shumë vetën në Big Brother, po prapë si dihet. Jom pak labile në këtë pjesë. Okej, ke hapësirë me mendum. Benita, çdo vajzë dhe çdo djali, tri që po na shikon në këto momente, ti jepen në ndërkohë mes rreshtash disa mesazhe, çka do doje ti thoje për fund të kësaj interviste? Thjesht punoni për këtë sende që i dëshironi me i realizu, t'jeni sinqert, si me ndjenja, me shprejë sa ma shumë pozitivitet edhe me kanë paqe me vetën. Kur t'jem paqe me vetën, një edhe me tjertë, kështu që veç pozitivitet. Nuk e di nështë Ajda, ka ndonjë pyetje për kafshët dhe për aktivitet? Jo, në fakt, ndoshta edhe ky fakti që duhet me ngritë zonin ma shumë edhe duhet që ftyrat publike ko pas kohe me rikujtu se në çfarë gjendje janë edhe kafshët, për dhe shumë sferat të tjera me cilat qëndrojmë keq. Se desha të pysë me çfolje, a e konsideron ti vetën feministe, Benita? Po. Shumë feministe. Në që kuptim, se edhe kjo puna e feminizmit din me këtë që kuptum? Po nëse ka dikush do një qik ose vajzë, na i mendim tamin, une nuk e kom problemi aktu edhe në Instagram, ose me i ndimu për që ka do që është nevoja, unë jam shumë e gatshme. A ka një feministe tek ne që është shumë e zëshme që të pëlqen? Feministe? Po, nga këto që janë shumë të zëshme edhe që kanë paraqitje publike. Nuk e di. Se ki di kanë kështu që e ndjek edhe të përqenë paraqitja. Nuk e shoh. Benit, falenderët që erdhe, falenderët për këtë sinceritet. Besoj që ishë sinqert atë regjia, po më bojnë që shumë e sinqert. Je e lirë që ka do përfundin se ka ndonjë detaj që ti dëshiron të andosh në këtë paraqitje publike, se menoj që do të shkoj shumë kohë dhe nuk do të paraqitesh më. Po, sakt. Thjesht kisha pas shef mi u tha njerëzve që mos i paragjikoni vajzat, se nuk janë këtë si karakteri jam i fort, ka vajza që e kanë karakterin pak ma të dopt, ose janë pak ma të ndjeshme, edhe mujnë edhe me lëndu vetën, kështu që mos paragjikoni, shprani pozitivitet, edhe nëse si ju pëlqen dikush thjesht bëjeni skip, edhe mos u merrni me atë person. Në fakt, falenderët shumë për këtë mesazh, falenderët që ishe në studio dhe për ta lidhur Ajda pak në fund me këtë që e tha Benita realisht, se ti e din, mediat gjithmonë edhe në emisionet kanë këto kritikat edhe për hapësira televizive që i jepen. Ditë më parë në fakt në emisionin e mëngjesit tek ne në Gjesi ishte i ftuar një 14 vjeçar, ka një talent i jashtëzakonshëm, folke shumë rrjet, shumë folke për dëshirat e tij, për sukseset e tij ndonse vetëm 14 vjeçar dhe mes tjerash me fotografi dhe me emër mbi emër, njëri prej komenteve ishte që valla po e lypshe me ta dje gojës. Do të thotë, ju lutem, bëni mirë të jeni më të vëmendshëm në komente dhe ku shkruani. Nëse nuk po i pëlqeni këtë pjesën tjetër që paraqitet në media, këtë 14 vjeçar, kurse jeni nga këto komente se nuk ju ka faj për asgjë. Për më tepër një 14 vjeçar që fliste vetëm për sukseset e tij shkollore. Kështu që bëni shumë mirë që t'jeni më të vëmendshëm dhe më të kujdesshëm çfarë shkruani në rrjetet sociale. Benita, faleminderit shumë që ishe sot, faleminderit që tregove edhe një anë tjetër të ndën, që ndoshta nuk e kemi pa shpesh në intervista, kështu që të falenderojmë dhe shumë suksese. Faleminderit edhe juve për ftesën. Faleminderit Benita.